Kështë e thonë nëna më qonin aqë, si që kanë djemë më. Po nënë këtë vit, kalota i vit, vitin që vjen, kaloj vitin që, ikshin vitet, u paralizu nëna. Lotët rëke, lotët shqipurim nënës, thasë më qut në aqë, Zoti i mos ju paf me të mirë. Subhanallah, l'adhim, me të malku prindë. I tha vlaj, tha shpejt këtë vit, ashu si që është, ta marim, ta mbajmë, ta mbartim, ti mbajmë gjitha halët, gjitha vëshishtit. Edhe t'ja bëjmë haqin nënës se nuk e kemi pik në ajerit ma pastaj. Edhe erdi ku haqin e morën krah dhe shku në bon haqin atje në vapën e madhe, sakrificat e mdhaja. Kur marun dhe tavafin e fundit, takojnë Hasan el Basri, një nga djetarët e mëdhej të umetit islam. Ka taku shok dhe profetit. Edhe imagjino kur bëj vepër të mirë shpirtrisht, edhe i tha në djetari ma, tha në kush është ajo aty? Tha nëna. Tha jo të madhe pas këni bo. Tha kështu ka qenë historia dhe ja tregum dhe që po dhe mund. I tha na thuj pasht madhin Zot, sa kemi kompensu ndaj nënës nga ajo që ka bo për ne kur kemi qenë veqër. Tha doni me dit qartë, drejt, pastër, bukur, po, gjithë të sakrifisna, gjithë të vapë madhe, gjithë të mbartjet madhe, gjithë të lodhjet madhe, po tha duam të adim, tha një natë, të ftot, është quar nëna me merakun për ju ishit zbulu, erdhi ajo me merakun e nënës, me ngrëtsin e nënës, me pasërtin e nënës, me mshirën e nënës, me dashurin e nënës, ju mbuloj juve, ka që keni bo dha, ikni tani sa asgjës keni bo.